Tani, pasi pam dy performancat e kombëtarës tonë në dy ndeshjet e fundit, që me thënë drejtën ishin performanca relativisht të dobta, edhe këtu nuk duhet i referohem shumë thjesht ndeshjes me Serbinë, sepse ndeshja me Serbinë ka edhe një background tjetër përveç futbollit, është ndeshje shumë emocionale, kështu me radhë, pavarësisht se ne kishim mundësi për ta fituar atë ndeshjen, po për mendimin tim mungonte grinta e dur për ta fituar ndeshjen. Duhet i referohem më shumë ndeshjes së dytë, ndeshjes me Letoninë. Tani Letonia është një skuadër që skuadrat e tjera e përdorin për të rregulluar golavarazhin. Ndërkohë ne nuk i shënuam dot asnjë gol. Edhe një gol që i bëm e bën vet ata. Kjo është një gjë që e di pse më tremb kjo lloj ecurie e kombëtarës, se nëse ju kujtohet kur ne dolëm për herë të parë në kampionatin evropian në 2016, pas asaj patëm një rënje kështu dishes fare. Dhe kam frikë mos na ndodhe njëjta gjë pasi ne morëm pjesë tek Europiani i kaluar. Pra e kemi pak ves ne në thojza që shkëlqejmë, kemi një shkëlqim të përkohshëm dhe pastaj kemi një zbritje. Dhe kjo gjëja më tremb. Dhe tani unë dua të shtroj një pyetje këtu, pa vënë në diskutim as vlerat, as aftësitë e çunave, as vlerat dhe as aftësitë e Silvinjos dhe stafit të tij. Kam një pyetje, mos ndoshta pa dashur ta ul poshtë Silvinjon duke e falendëruar për gjithçka që ka bërë për kombëtarën, ashtu siç e ka bërë, çon si ka, a ka koha për një trajner shqiptar? A ka koha që kombëtarën ta marrë një trajner shqiptar? Se mbase ose ta rimarr një trajner shqiptar, se mbase i fut një frymë tjetër, mbase i brumos ndryshe psikologjikisht lojtarët, sepse po ta shikoni gjithë lojtarët luajnë jashtë, e kupton apo jo, janë shumë pak të lidhur, po them, edhe shpirtërisht ndoshta, po edhe shumë nga lojtarët, jo të gjithë, po pjesa dërmuese janë jo shumë të lidhur me Shqipërinë, me idenë të qenit këtu, dhe mbasi një trajner shqiptar mund ta bëj këtë. Mund t'i fusi çik më në temë, mund t'i shqiptarizoj çik më tepër. Mbase, unë e kam thënë një herë, jam pyetur në një emision dhe kam thënë po. Ka ardhur koha që mbase ta marrë një trajner shqiptar, dhe unë mendoj që Ilir Daja do ishte adapti për ta marrë këtë. Sepse mendoj që është një nga trajneri më mirë që ne kemi. Kështu që a mendoni dhe ju kështu, pa dashur të ul vlerat e askujt, e thash edhe një herë. A mendoni që ka ardhur dita ta rimarr kombëtarë një trajner shqiptar?